Ish nënkryetari i Prishtinës, tashmë i votuar për deputet të Kuvendit të Kosovës, Alban Zogaj, tha se LDK dhe VV kanë një hendek të madh midis tyre, i cili është thelluar me ofendime të vazhdueshme. Kur u pyet se pse Abdi Xhiku nuk i shkoi Kurtit në takim, ai u përgjigj edhe në pyetje nëse LDK ka vot për t'i dhënë kreu të Kuvendit pas konstituimit të këtij të fundit. Në parim ne nuk do të votojmë asnjë krye parlamentar. Një krye parlamentar i cili nuk arrin me i pas 61 vota, ai nuk e meriton as me qenë aty, tha Zogaj në një emision televiziv. Votën e LDK-s nuk do ta kem për kryetar të Kuvendit përsëritja ime tutje. Në nënpyetje nëse LDK-ja do ta votonte Fatmir Limajn, kryetarin e nismës për krye parlamentar, Zogaj tha: "Presim ta shohim nesër se si do të rrjedhin ngjarjet politike." Ndërsa për mos shkuarjen e Lumir Abdi Xhikut në takimin me Albin Kurtin, për të cilin pati një ftesë, ai u deklarua si më poshtë: "Qëndrimi ynë politik, mendoj se ka qenë i njohur për publikun, është i tillë për disa arsye, ne kemi një diferencë në ideologji", tha Zogaj duke shtuar se kanë hendek me lëvizjen vetëvendosje, e që është thelluar edhe më shumë nga gjua fyese e kryeministrit për gjatë fushatës elektorale për zgjedhjet e nëntëshkurtit.